Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Sot do të vi me një recetë mishi që përdoret për Krishtlindje. Mish gici me ftonje patate. Fillojmë ta përgatisim. Kemi marrë mishin e gicit, letrën dhe kudo e pjekin dhe përbërësit për të përgatitur salcën e marinimit. Vendosim lëngun e portokalles, lëngun e limonit, verën e bardhë, vajin e olivit, kripën, e trezojmë pak, piperin e zi, mustard, specin e kuq të bluar, rigonin, rozmarinën dhe armuskat. Do të vendosim edhe mjaltin. I trezojmë mirë që do na tretet si mustardi, që do pak të tretet me vështirësi, gjithashtu edhe mjalti, që të krijojmë një salcë të mirë. Ne kemi përgatitur dhe lëmjan dhe tani do të vendosim mishin në tavë, ku më përpara do të shtrojmë letrat e pjekjes. E vendosë ta bëj në një këtë tavë që saçësh ky piqet shumë mirë, unë do vendosë edhe në tavë zakonshme dhe në tambuloni. Do t'i presim pjesën e mishit me shumë të ndara nëpërmjet një thike, që mishit të na marinohet sa më mirë. Këtu do të vendosim udhrën e gridh, të shtypur, unë kam shtypur udhrën, që e merr dhe më mirë shije. Vendosim pothuajse në të gjitha ato pjesët që kemi prerë me thik. Është një recetë shumë e mirë dhe shumë e shijshme. E vendosim edhe tek pjesat poshtme e mishit, që marinohet të na bëhet sa më mirë. E presim edhe në disa rënde, për të hedhur pjesën tjetër të udhrave të shtypura që na kanë ngelur. Do e përhapim në një qik në pjesën se nuk na kanë ngelur shumë, janë në mënyrë, edhe ja ku e kemi gati. Tani do vendosim pjesën e marinimit, salcën që kemi përgatitur. Nuk do ta vendosim të gjithë salcën, do vendosim vetëm 3-4 lugë mishi, sepse pjesën tjetër do ta lëmë për të marinuar ftojnë edhe patatet. E kemi marrë, kemi pastruar patatet, e kemi qëruar dhe ftojnë, tani do ta presim në thela. E pastrojmë fillimisht dhe do e presim në këtë formë që do ta bëjmë tani. Kështu do i presim të gjitha thelat e ftojit. Presim e patatet, e mira është që të gjeni patatet të vogla, shumë mirë, po në qoftë se nuk gjeni, unë i gjeta në këtë madhësi dhe i ndava në këtë mënyrë. E kemi përfunduar prerjen e ftojnëve dhe të patateve, tani do të vendosim ke mishi. Vendosim ftojnë fillimisht në anësoret e mishit. Dhe tani vendosim patatet. Pjesën e marinimit që na ka ngelur, e hedhim të gjithën, ku të marinojmë patatet dhe ftojnë. Dhe do e fusim në furrë në temperaturën 180 gradë për 2 orë, 2 orë e gjysmë. Kujdes nga soba, sepse jo të gjitha sobat janë njësoj, e kemi efektuar shumë shpesh. Vendosim kapakun dhe fusim në furrë. E kam marrë të pjekjen e parë, ka kaluar 1 orë. Do e heqim për të vendosur degzat e rozmarinës, po fillimisht do ta kthej mishin nga ana tjetër. Siç e tham, marinimi na bëhet sa më mirë. I vendosim degzat e rozmarinës dhe do ta vendosim përsëri në furrë për ta pjekur për kohën që na ka ngelur. Ka ngelur dhe 1 orë e gjysmë. Vendosim letrën e aluminit, kapakun dhe përsëri e fusim në furrë. Koha e pjekjes ka përfunduar. I heqim letrën e zbulojmë, e njohim pak mishin që mos na thahet, vendosim lëngun që ka nxjerr dhe do e fusim përsëri në furrë në temperaturën 160 gradë për 10-15 minuta.
Ola, ja ku e kemi mishin e pjekur. Kujdes në kohën e fundit, që do të jep një ngjyrë. Po ta shihni mua më shumë mbyrë pak, e vendosim në pjatancë. Për ta servirur, vendosim patatet. Na janë pjekur në mënyrë perfekte dhe kanë marrë një shije shumë të mirë. Dëshiroj që kjo receta që unë po pasqyroj sot t'ju ketë pëlqyer. I vendosim pak lëng portokalli për ta shuar atë nxehtësinë e saj, degzat e rozmarinës për dekoracion dhe ja ju bëf të mirë. Dëshiroj të më lini një mesazh poshtë videos. E presim, mishi është bërë në mënyrë perfekte, pritet shumë kollaj dhe po ta shikoni si shtamin e fije. Gëzuar dhe çdo gjë mbar.